Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Deshëm apo s'deshëm, ditët e Ramazanit ecin edhe lëvizin. Neve sot, si pa ndjerë, si pa kuptuar, jemi në ditën e 12 të Ramazanit. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Falënderimet takojnë Allahut, Zotit krijuesit botrave. Shpresojmë që kemi kaluar ditë të mbara dhe Ramazan të pranuar dhe agjerim sa më reflektues për jetën tonë dhe sa më ndikues për jetën tonë. Elhamdulillah, jemi pra siç e thash në ditën e 12, jemi duke u afruar gjysmës së Ramazanit. Besoj që është diçka normale dhe e mjaftueshme që njeriu të shohë, domethënë, efektet e agjerimit në jetën e tij dhe reflektimet që duhet përfitojë njeriu në jetën e tij nga agjerimi. Ne këtu në Medinë, pra jemi për momentin në Medinë, normalisht që kemi falë sabahun me kohë, kemi ngrënë syfyrin dhe unë thash të ruaj atë orarin e takimit me ju, me dëshirën e mirë që të këmbejmë dy fjalë kur i thonë, e të flasim për mirësitë e Zotit ndaj nesh, po edhe për mirësinë e këtij muaji të bekuar, po edhe për pyetjet që ju mund të keni rreth agjerim. Lut Zotin të na falet, na mëshirojë gjithë dhe pa përjashtim. Atëherë e fillojmë me këto përshëndetjet. Kemi nga Ulqini, kemi nga Hoxh Iliri, Allahu rujt, aleikum selam wa rahmatullah, nga fshati Borin, aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuhu, nga Tirana, aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nga Trento, a mundem të pyes për diçka, thot? Doja të pyesja për një gjë, po. Halla ime është 91 vjeç dhe ka agjëruar gjithë jetën e vet, dhe këtë Ramazan ajo është smur dhe nuk po mund të më agjëroj. Halla më ka dhënë mua 100 euro borx, se nuk kisha as për të ngrënë dhe ja kërkova hallës. Mirë, po halla më thot të më japi me niyetin me që nuk agjeron të paguaj për Ramazanin e vet. Do më thonë të mi fali ato lek, a quhet? Apo unë duhet e kthej ato lek si kur i morë për borxh apo ti mbaj. Nëse ti je, do më thonë, në kategorinë e të varfërve, siç po thua për pyetjen, dhe halla po ti thotë nga që unë nuk agjeroj, po ti lej ty këto lek, por me kushtin e vetëm që këto lek ti duhet i blesh ushqim. Pra këto lek duhet i kthesh në ushqim për 30 ditë. Nëse ti këto lek i kthen për ushqim 30 ditor, atëherë po bon me i morë lekët nga halla në këtë rast, edhe ti përdorësh si ajo ti përdori pra me kuptimin e kompensimit e Ramazanit. Hoxhë nderuar, çfarë mendimi ke për luftën në këto ditë e Ramazanit? Ne bëjmë dua që çdo gjë që ndodh në botë, në përgjithësi, po edhe në botën islame në veçantë, të kthehet në interes të fesë dhe të besimit dhe të jetë në interes të muslimanëve. Normalisht që më është bërë kjo pyetje edhe dje dhe kam thënë unë jam, si më thënë, i vogël për të thënë mendime për çështje kaq të mëdha. Mua më lini që kjo pjesët e thjeshta të fesë dhe të besimit për këto çështje të mëdha nuk kam hapësira dhe mundësi dhe le të themi kompetenca të prononcohem. Edhe ka thënë Omeri radiallahu anhu, Allahu mëshiroft atë njeri që e di, si më thënë, ja di kufit vetes dhe si më thënë di se si të kuptoj se sa kompetencë ka. Kështu që unë nuk kam asnjë lloj opsioni, asnjë lloj mendimi, vetëm se i lutem Zotit që çdo gjë të kthehet në interes të Islamit dhe të muslimanëve dhe se çdo gjë padyshim ndodh me caktimin e Allahut xhelle xhelaluhu dhe se Zoti ka në çdo gjë që ndodh sekretet e veta dhe urtësitë e veta. Pra, për ta përmbledhur edhe një herë përgjigjen time, unë nuk kam kompetenca dhe nuk e shoh veten time të aftë që të jap mendime apo opinione për çështje të tilla kaq të mëdha dhe që janë jashtë meje. Kështu që gjeni ndonjë hoxh tjetër apo shihni ndonjë opinionist tjetër për të dhënë mendim për këtë çështje. Kështu mua më leni tek feja, pra me kuptimin tek këto çështje të thjeshta të fesë, agjërimi, namazi, adhurimet, shirku, bidati, mënyra se si bëhet tregtia,
martesa, divorci, më lini ke kjo pjesë, unë të kjo pjesë jam, mundohem temp, kurse tek pjesët e tjera nuk kanë kompetencat mia. Shpresoj që pyetësi mos të ketë ngelur i zhgënjur nga përgjigja ime. Allahu ju rujtë e nderoft, Zoti shpërblet për duat e juaja. Sauku, aleikum selam, rahmatullah. Hayakumullah, ahlan sahlan, Allahu ju rujtë. Aleikum selam, rahmatullah, barakatuh. Dortmundi, aleikum selam, rahmatullah. Desha të pyes, punoj tash në orar të natës, dhe a mund të flej deri në drek, dhe çojmë fal drekën dhe pastaj flej apet Allahu të rujtë. Po, nuk ka asnjë lloj problemi fetarisht. Dhe agjërimi jot është i rregullt, inshallah taala, Zoti ta shpërblet që mundohesh ta ushqesh familjen me halal. Aleikum selam, rahmatullah, selam nga Klosi, aleikum selam, rahmatullah nga Lezhë, aleikum selam, rahmatullahi barakatuh. I fal teravit vetëm se s'kam xhami afër ku t'i fal. Me surët që di felekun dhe ajetin kursi janë pranohet teravia, po inshallah të pranohet, Allahu ta shpërblet me xhenet. Jam gëzuar me një dalë dhe desha me ditë disa emra musliman, për shembull emri Enur dhe Enes. Enur nuk ta këshilloj, sepse është emri i përveçëm i Zotit, ndërsa Enes nuk ka asnjë lloj problemi. Amin gjithë bashkë. A bën më u fal para kohës sabahin, në asnjë mënyrë nuk lejohet që sabahu të falet para kohë, siç çdo namaz tjetër. Selam nga Kroacia, aleikum selam, rahmatullahi wa barakatuh. Desha të pyes, jam 15 minuta me vonesë nga syfyri. A prish problem? Si a prish problem? Se kuptoj pyetjen. Më bëh halal o vlla bledari, por nuk e kuptoj pyetjen. A lejohet me ble shtëpi me kredit? Normalisht që ne e dim shumë mirë gjykimin e Islamit nuk lejohet. I përshëndes gjithë ta që japin përgjigje njëri tjetrit për pyetjet që bëhen mua. E Zoti i rujt. Inshallah zeni mend në ditë. Triesta, aleikum selam, rahmatullah nga Trieste. Unë ndjeva keq si në gjendje të fiktit dhe të rrahura të zemrës, pa e ditë sakt orarin e hapjes dhe kam çel 2 minuta përpara agjërimin. Pra ishte 17:12, am qut kjo ditë agjërimi se unë kam çel në 17:10. Hajër inshallah, për siguri agjëroj edhe një ditë tjetër, për siguri agjëroj edhe një ditë tjetër. Kur themi mashallah, sepse këtu thot për kuriozitet, a u bëhen pulave mashallah? A u bëhen pulave mashallah? Duke sikur është në ilaç, duke sikur është në vaksinë. A u bëhen pulave mashallah? U bëhet vaksina mashallah pulave? Nuk ekziston kjo gjëja, por a lejohet që të themi për shembull kur na pëlqejnë pulat mashallah, pra jo marshallah me r, po mashallah, mashallah. Kjo bëhet për pulat, për gjelat, për delet, për lopët, për njerëzit, për kafshët, për sendet, për shtëpiat, për gjithçka. Thuhet mashallah. Thuhet mashallah. Selam nga Kamza City. Aleikum selam, selam nga Tetova. Aleikum selam, rahmatullahi barakatuh. Faleminderit për selamin që dërgon. A lejohet përdor aceto për sallat? Pra e ka origjinë nga uthulla e verës, nuk besoj se ka problem. Hoj të ndjeki gjithmonë një shoq që ka problem me borxh, shkon këshillon të them. Po varet çfarë problemi ka, varet kush e ka problemin, varet si ka lind problemi. Pra nuk mund të ku e dim kush është problemi. Do të thonë kjo është një pyetje shumë e përgjithshme. Unë këshilloj ti thush asaj që të bëj durim, bëj sabër, ta adhuroj Zotin sa më shumë, edhe avash. A prishet abdesin nëse çe kunati? Ose nëse del jashtë pashami, nuk prishet abdesin, nuk ka lidhje.
Selam nga Roma, u aleikum selam. Me fal veç farzin e drekës dhe kindis kur jemi gjatë orarit punës. A bën për arsye kohë? Bën. Allah e shpërblet. Po. Njeriu kur është në punë, në mënyrë që të ri korrekt me punën, fal vetëm farzët, nuk fal sunetet e këto gjërat, nuk ka asnjë lloj problemi. Sunetet që nuk i fal dot në orar, mund t'i fali jashtë orarit. Selam thot nga Kavaja, u aleikum selam rahmetullah. Ata që kanë gjindin, ka mundësi të largohet nga trupi ai që agjeron, dhe ka mundësi të largohet, s'ka dyshim që Ramazani është shans i madh shumë për njerëzit e prekur, për njerëzit me mësysh, për njerëzit me gjind që të adorojnë Zotin sa më shumë në këtë muaj, e Zoti t'i shërojë dhe t'i pastrojë. Pra, të përkushtohen shumë në leximin e surës El Bekare çdo ditë. Më fal. Kush nuk e din surën El Bekare, të paktën 2 orë, 3 orë në ditë, ajetin kursi, felekun dhe nasin pa pushim, të lyhet me vaj ullini, të gjatë natës të pi ujë të kënduar, të dëgjoj sa më shumë ajetet e kundër magjisë, edhe me shpresën e Zotit bëj sa më shumë dua gjatë agjërimit, gjatë iftarit, gjatë syfyrit. A ka problem me që jam me vonesë për sa i përket syfyrit? Problem me kuptimin do të hajsh diçka, nuk bën. Problem pse s'ke ngrën, nuk ka problem, inshallah ta'ala. Selam nga Danimarka, wa alaikum selam, wa rahmetullahi, wa barakatuh. Selam nga Ferizaj, wa alaikum selam, wa rahmetullah, amin, edhe juve gjithashtu. Po kur ikum për punë, syfyr kemi ngrën, me lejen e Zotit, po agjërojmë. Selam nga Gjermania, wa alaikum selam, Zoti ju nderoft. Selam nga Gjakova, wa alaikum selam, wa rahmetullah. Nga Shkupi, nga Zyrihu, wa alaikum selam, nga Shkupi prap, wa alaikum selam. Nga Karolina, Allahu ju rrit. Ne thot sa kemi mbaruar teravit, mashallah. Mashallah. Selam nga Gjermania, Allahu ju rrit, wa alaikum selam, wa rahmetullah. A ka argument të fortë që mund me shty edhe pak syfyrin pasi muezini tregon mbylljen? Agjerimi mbyllet në kohën e vet. Po thirrë ezani, mbaroi historia, kaq. Selam nga Suedia, aleikum selam wa rahmetullah. Gjatë punës u vrava dhe u gjakosa, a prishet agjerimi? Jo, nuk prishet agjerimi. Syfyri në Mekë dhe në Medinë është vërtet se në kohën e sabahut e mbyllin, në Mekë dhe në Medinë dhe në gjithë botën islame, po edhe në Shqipëri mbyllet syfyri me ezanin e sabahut. A lejohet me avu fëmis emrin El Kur'an? I Zotin, no. Qarë s'kan shqiptarët në mend Allah për Zotin? El Kur'an. Jo, nuk është. Është për mungesës e edukatës me librin e Zotit që t'ja vejnë fëmis emrin El Kur'an. Është mungesë edukate me librin e Zotit. është gjë e ulët shumë, nuk lejohet një gjë e tillë. Nga ju shkon në mend me Allah subhanallah. Nuk lejohet, nuk bën ky emër për fëmin. Selam nga Gjermania, nga Tetova, çfarë mendimi ke për situatën në lindjen e mesme? E tham përgjigjen më lart, kur të mbaroj kjo video, mund ta marrësh edhe ta dëgjosh mendimin tim. Selam nga Maqellara, wa alaikum selam wa rahmetullah. Selam nga Londra, wa alaikum selam wa rahmetullah. Nga Suedia, wa alaikum selam wa rahmetullahi wa barakatuh. Amin. A lejon fitrat të jepen te familjarët, tek origjina, trungu dhe tek degët nuk lejohet. Tek njerëzit e tjerë lejohet. Pra, babait, nënës, gjyshit dhe gjyshes nuk i jepen. Fëmis, pra djalit dhe vajzës nuk i jepen. Nipërve dhe mbesave nuk i jepet. Të tjerëve nëse plotësojnë kushtin ju jepet. Nga Dresdeni i Gjermanisë, aleikum selam, nga Hasi, aleikum selam. Si duhet veprojnë femrat të cilat kanë çrregullime menstruale? I mbahen traditës së tyre të menstruacioneve dhe pjesa tepër nuk e marrin në konsiderat. Megjithatë unë këshilloj që të keni tek ndonjë femër e cila është me arsimimin e duhur fetar që t'u japi ndoshta më shumë detaje rreth kësaj teme. Pse na vin mendime të këqija kur falemi? Është normale, shejtani mundohet ta hutojë njeriu, dhe ta largojë njeriu.
nga namazi me mendime me gjëra. Për këtë arsye, si më thon, thjesht i përqendruar namaz është një lloj sakrifice dhe një lloj lufte me vetveten. Si cilin ata njerëz që thonë s'kemi nevojë për fe, që të mësojmë normat. Nëse s'kam nevojë për fe, atëherë le tualet çfarë themi ne, domethënë, s'kemi nevojë për fe. Është zgjedhja e tyre, në mënyrën se si shprehen. Po ne duhet t'i këshillojmë. Kam paston njerëzit e urtë në lidhje në të tilla situata, nëse do të bësh debat, mendoj se kur ky tjetë, domethënë, mendimi i të gjithëve çfarë do të ndodhte dhe çfarë kauze do të ndodhte. Kështu që Zoti ja lësoft, gjithsesi ka zgjedhjen e vet. Por unë mendoj që përpara se të flitet për fen, me këta njerëz duhet flitet për Zotin. Pra duhet të kalojmë tek faza e besimit në Zot. Ky rob që thotë unë s'kam nevojë për fe, a beson në Zot apo jo? Nëse kalojmë këtë fazë, atëherë flitet për fen. Pra është e parakohshme të flasim me një person për nevojën e fesë, për sistemimin dhe rregullimin e jetës së njeriu, nëse njeriu nuk ka besimin në Zot. Bëhen dhe një lutje për ne, Allahu ju nderoft dhe ju shpërbleft, e Zoti ju alesoft hallet dhe problemet. Allahu mos lënë të mesin tonë të smur pa shëruar, gjunafçar pa e falur, njëri me hallet dhe bicikletë pa ja zgjidh hallet edhe sikletet, njëri që ka vështirësi në jetë pa ja zgjidh atij vështirësi, njëri që ka vështirësi ekonomike pa e lehtësuar atij dhe pa i dhënë furnizim të pastër dhe halal. A pranohet agjërimi pa namaz? Kjo quhet pyetja trilionere, jo pyetja milionere, po pyetja trilionere. Është një çështje që ne kemi sqaruar, besoj 248.013 herë. Dhe kjo është 248.14 herë që po e sqarojmë, pra 248.014 herë që po e sqarojmë këtë çështje, që është pranohet agjërimi pa namaz, nëse Allahu nuk e ka vënë kusht në Kur'an që të jetë njeriu namazfalës që ta agjërojë, po ka thënë Allahu në Kur'an: Ja eyyuhalladhina amanu, o ju që keni besuar, cili do që ka besuar Allahun, Islamin, profetin Muhammed a.s., Kur'anin, beson botën tjetër, obligohet që ta agjërojë. Pejgamberi a.s. ka thënë në hadithin e saktë: cili do që agjëron Ramazanin me besimin në Zot dhe duke shpresuar shpërblimin e tij, do t'i falen gjitha gjunat që ka bërë. Dhe nuk tha ai i cili agjëron Ramazanin mbasi ka falur namaz. Kështu që kjo është më e saktë dhe kjo është më e drejta dhe ky është mendimi i shumicës së dietarëve të Islamit. Kjo nuk do thotë që namazi s'ka rëndësi, kjo nuk do thotë që namazi s'ka vlerë, namazi dhe rëndësia e namazit dhe vlera e namazit është temë tjetër, po ne po themi a pranohet apo s'pranohet, a kanë lidhje me njëra tjetrën apo jo. Jam një vajzë e re, kam filluar të falem dhe sa herë falem më vjen të vjell. Nuk ka problem, do të kaloj, është një formë pastrimi që do të kaloj, inshallah taala. Si është e mundur me të zënë gjumi, si është e mundur me të zënë gjumi të flejt. Çat zënj për shembull, çat duhet zënj? Si masteje. Kanë nik njerëzit, kanë nik për Zotin. A mundesh me ma qartësu një pyetje, a bën që çorapet me i vesh kur merr abdes në drekë e të falësh dhe i kindin veç me u dhënë mest? Po. Mund të japësh mest mbi çorape. Në mendimin më të saktë të dietarëve të Islamit. A lejohet të prehet kurban për fëmijë në Kurban Bayram në vend të akikas apo duhet jashtë Kurban Bayramit? E rëndësishme është që ti të bësh kurbanin për fëmin, a e bën në Kurban Bayram, a e bën jashtë Kurban Bayramit, a e bën ke fitër Bayrami, nuk ka lidhje. A mund të ham deri pak përpara ezanit? Nëse ezani thirret sipas kohës sakt, po. Selam nga Korça, aleikum selam nga Zvicra, aleikum selam. A duhet edhe gratë ta falin taravit? Po, e falin në shtëpiat e tyre ose në mos në xhami.
nëse ka siguri dhe ka qetësi. Aleikum selam. A rekomandoni ju mestin mbi çorape në stin të nxehta? Është tolerancë, nuk është obligim. Kur shikojnë stin të nxehta dhe njeriu nuk e bën. Por nuk ka gjë që ndalon. Pra nuk ka thënë Islami në stinet e nxehta lejohet dhe në stinet e ftohta ndalohet, apo në stinet e ftohta lejohet dhe në stinet e nxehta ndalohet. Nuk ka lidhje me stinin kjo gjëja. Nga Finlanda, aleikum selam, rahmetullah. Kam 2 ditë provim në shkollë për specializim. Mund të më bëj këto 2 ditë agjërimi mbrapa? Nëse je venalije në atë vend, jo. Nëse nuk je venalije, po. Për nëse je e ardhur, nuk je në qytetin tënd. Në këtë rast unë këshilloj një syfyr të fuqishëm. Një syfyr të pasur me proteina dhe karbohidrate, edhe me shpresën e Zotit nuk ka nevojë pse me e prish. Nuk ka nevojë pse me e prish. Selam aleikum, thot nga Greqia. Wa aleikum selam wa rahmetullahi wa barakatuh. Imsaku të na është në 5:26 dhe sabahu deri në orën 7:35. Kur me e lënë syfyrin? Në 5:26 apo në 7:35? Në 5:26. Selam nga Italia, aleikum selam wa rahmatullah. Nëse kalojnë 5 minuta mbasi msakut, ndërsa unë ende s'kam mbaruar duke ngrënë, a bën më e vonu? Normalisht çdo herë. Përmbajuni kalendarit dhe mos e te kaloni atë. Çfarë simbolizon patkoji i kalit dhe paraja e fshehur në hajmalit e sehireve dhe të magjive? Vallai nuk e di, se unë nuk mërë vesh nga ajo fush, pra nuk është fusha ime në kuptimin zbërtimi i magjive. Kështu që Zoti i rujt, e rëndësishme është që nëse hasnin gjëra të tilla, futeni në ujë të kënduar, uji i kënduar të jetë përzier me utull edhe me krip, edhe pastaj digjeni. Në rast se kur je me abdes, gjatë larjes dëmve dëmton dhëmbin dhe del pak gjaka, prishet në këtë rast abdesi? Jo, nuk prishet në mendimin më të saktë të dietarëve. Selam nga Düsseldorfi, wa aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. A e falin nga teravin dhe ta më përgjigjen pak më lart. Unë për vete çohem thot për syfyr, por nuk haj syfyr. Këtë situatë e ka parashikuar, Këtë situatë e ka parashikuar profeti sallallahu alaihi wasallam kur tha: hani syfyr, se syfyri ka bekim dhe marsi. Nëse dikush për jush nuk ka oreks, atëherë le të pi qoftë dhe një gotë ujë. Sa është e vërtetë që nëse njeriu vdes gjatë Ramazanit, edhe po të jetë jo besimtar, jo, nëse është jo besimtar, e ka venin atje ke furra, atje poshtë. Nëse është besimtar, inshallah është në mëshirë të Zotit dhe në faljen e tij. Selam nga Shkodra, aleikum selam wa rahmatullah. A lejohet me vonu namazin arsye urinimit të shpeshtë? Pra me i bë 2 drekën me ikindin dhe akşam me acin pa përfundu koha drekës me fal. Jo, këshilla ime në raste të tilla është mos bëj vezvese, domethënë u thirr ezani, merr abdes dhe je në rregull deri në ikindi. U thirr ezani ikindis, merr abdes dhe je në rregull deri në akşam, edhe mos e hap vetes derën këtë lloj dere që kërkon të hapësh. A kemi gjëna që jam në sejdë? A kemi gjëna që jam në sejdë? Pasha Zotin që nuk ka Zot tjetër vështi, nuk ka filozof në botë që e për këtë ndot këtë pyetje. A ka argument me i fal teravit nga 4, përderisa ka xhamia dhe imam që e bëjnë këtë gjë, pra i falin teravit nga 4, nuk ka problem. A është gabim të japësh mes çorapeve? Pra ka marrë mes ndër, tham përgjigjen më lart, tham që lejohet. Ma e një menin, kur boni pyetjet, ndiqni përgjigjen. Pikat në vesh, a e prishin agjërimin? Jo, nuk e prishin. Djem mbas një provimi, djem mbas një problemi nuk agjërova, vetëm për dje. Allahu të fal.
ke bërë një nga gjunahet e mëdha, Zoti na ruaj, ke shkel shenjtërinë e agjërimit, Zoti na ruaj. Allahu të falët, Allahu të udhëzoft për gjunahin e madh që ke bërë. Lejohet që burri im të japi lekët e prindërve të mi. Nëse i jep duke i informuar ata, okay është. Thot kur e therin pulën, thot pra me bismillah, si theret tek qafa. Okej, pra kur e therin pulën, pra bëjmë bismillah, normalisht shetika duhet të jetë e mprehur mirë dhe ja presim, domethënë komplet pjesën përveç se pjesën e qafës ku është edhe palca, atë pjesë nuk e presim. Pra i bim rreth e përqerk qafës pulës, por pjesën saj pjesës si thuhet, kjo pjesa e kockave, pra që është shtylla kurrizore, domethënë pjesa e qafës, atë pjesën e lejm. Pra nuk e presim kokën e pulës tepër. Po nëse ndodh që i ikën dora, nuk ka problem, është halal. Vitra ta bën me i dhon për në xhami nëse është tu maru, apo vetëm për të varfrit. Vitrat nuk shkojnë për xhamia, nuk shkojnë për punë të fesë, nuk shkojnë. Vitrat duhet shkojnë vetëm për të varfrit edhe pikë. Kur gromësisim, a prishet abdesi? Jo, nuk prishet. Ju keni thënë më përpara që mbyllja e syfyrit bëhet direkt kur thirret ezani. Po këtu ku unë jam thirret ezani me zë elektronik dhe thirret para kohës sabahut. Unë nuk e di se si bëhet atje ke ju dhe nuk jam brendësi të situatës. E rëndësishme në Shqipëri flas, në Shqipëri, në Arabi, në Turqi, këto vende që ne dim, kur mbyllet koha, siç është me kalendar, aty ku shkruan imsak në vendet tona, thirret ezani sabahut edhe ka marru historia. Nga Berati, aleikum selam wa rahmatullah. Hoxh, a mezin vetëm sabahin jam tu e fal dhe ditën e xuma. A mezin. Se kuptoj pyetjen për Zotin, nuk e di, ndoshta ka për qëllim a më quhet që fal vetëm sabahun dhe xhuman, elhamdulillah, avash inshallah, do të kapsh edhe të tjera. Selam nga Rina, aleikum selam, a duhet të çelim iftar sapo dëgohet ezani apo pas përfundimit? Momentin që thot muezini Allah, ti mund ta çelësh. A e falet ti sabahun thot? Po unë e thash në fillim të takimit që ne jemi në Medinë dhe ne kemi fal sabahun prej 2 orësh afërsisht. Kështu që shumë të ëmbël. Selam nga Zagrebi, aleikum selam, rahmatullah. A është e vërtetë që nëse vdes një motër e martuar, a duhet që vllaznia vetë me lëshu në varr apo burri? Elçoj burri, elçoj vllaznia, të gjitha janë okay. Të gjitha janë okay. Edhe lejohet burri, lejohet vllaznia, nuk ka problem. Unë i fal 5 vakte namaz për burri, do të bëjmë fëmijë me vezë të dhuruara sepse nuk mund të bëjmë fëmijë. Nuk lejohet me islam. Nuk lejohet me islam një gjë e tillë. A lejohet që ta presim vetë akikan, më e mirë kjo do ishte. Jam duke lexuar Kur'an, por se ti ja lexoj mirë, pa ma korrigjuar kush a kam gjuna, nuk ke gjuna, inshallah avash, mundohet të gjesh nga këto kurset online, në mënyrë që të bësh një koordinim me motrat besimtare të cilat merren me këtë fushë. Selam nga Hanover, selam nga Gjermania, aleikum selam. A lejohet që pasi falet namazi sabahut me hangër syfyr? Mas sabahut. Unë them ti të hajsh edhe mas dreki, inshallah, edhe mas ikindije. Përveç se të hajsh mas sabahut, të hajsh edhe mas dreki edhe mas ikindije. A lejohet me e kalu poshtë përshtymin kur jemi agjërim, nuk ka se lloj problemi, ku ta çojmë? Na e lajmë në Kosovë, në Medinë,
si fyrin me imsakën në Elejm, pra Elejm në Kosovë dhe në Mekë dhe Medinë me ezan të sabahit, po e mbyllshin. Po pra tek ne fjala imsak është ezani i sabahut. Tek ne në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoni e Veriut, Bosnjë Hercegovinë, Turqi, tek ne me imsak do thot ezani i sabahut. Po e pres përgjigjen hoxh. Vallai s'kam pa pyetjen ala. Ti pritet përgjigjen, po mos nga dal pyetja akoma. Çfarë vlere ka namazi i sabahut? Namazi i sabahut është përmend në Kur'an disa herë. Thot Zoti në Kur'an: "O Kur'an el-Fajri, inna Kur'an el-Fajri kana mashhuda." Betohem në Kur'anin që lexohet në namazin e sabahut. S'ka dyshim se Kur'ani që lexohet në sabah dhe namazi i sabahut dëshmohet nga me lajket. Kush e fal sabahun është në besë të Zotit. E të tjera hadithe që flasin për mirësinë. Ti vetëm një gjë llogarit për sabahun. Pejgamberi alayhis salam ka thënë, 2 rekat shi sunet i sabahut është më i vlefshëm te Allahu sa dynjaja, çfarë ka dynjaja mrena. Tani llogaritë ti çfarë menohet për farzin. A bën mu fal me telefon për ne që nuk dim falën, i bën inshallah taala. Kam pa në ëndër që janë të shku në qabe, Allahu ta mund soft. Unë nuk komentoj ëndra. Gjatë agjerimit kam pasë dhimbje barkut. Vazhdoj apo mos vazhdoj? Vizitohu pse e ke gëdhimin e barkut. Varet pastaj dhimbja, nëse është dhimbje pa drushme, lejohet me e prish. Nëse është dhimbje që mund menaxhohet situata, lejohet me e mbajt. Kur do jeni në Tiranë? Inshallah me datë 4 e kemi, po nuk pati me pëzullim avionesh. Sigen, Gjermani, alaykum selam. Sa kohë mbas syfyrit mund ta falim sabahun? Ka një mendim që thot mund ta falësh me një herë, po ne sugjerojmë që të pritet i gjysore, 20 minuta gjysore. Kam vajzën me autizëm 13 vjeç dhe nuk është afër për agjerim. Ne prindër si t'ja bëjmë për ditët e asaj. Kompensojeni ju si prindër. Qëse në ka ikur namazi i sabahut kur zgjohemi, është e lejuar të falim sabahun në të njëjtin vend apo duhet ndrojmë vend? Në të njëjtin vend nuk ka problem. A je në Shqipëri thot apo në Dubai, o hoxh? Jo, jam në Medinë, as në Shqipëri, as në Dubai. Nëse lexon Kur'anin në Shqip, a ke sevapes? Ka dyshim, nuk ka dyshim që ka sevape shumë. Deravi imami bëre sejdë në rekatin e parë direkt para ruku dhe u kthye përsëri në këmbë. Po, kjo quhet sejdja për shkak të një ajeti. Pra ka lexuar një ajet që thuhet aty se duhet me bërë sejdë dhe ka rënë në sejdë, pastaj është çuar prapë. Është okay, imami është okay. Selam nga Bad Saulgau Eube. Allahu të rujtë, Allah Zotit në roftë. A duhet i falim si farzët, sunetet, apo duhet shtojmë dhe një sure? Nuk ka asnjë lloj problemi, ka hapësirë dhe tolerancë. Selam nga Pizza, alaykum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Çfarë mendimi keni për ato raketa që goditën në Dubajin? Unë e kam trajtuar të parën në këtë bashkëbisedim, kështu që mund ta dëgjosh pasi ta mbyllim inshallah taala. Nuk di të lexoj as shqip as arabisht. Çfarë më bë? Mëso anglisht. Ti këtu shqip ke shujt. Më rregulli. Oh Allah na fal. A lejo se të falemi pa qerapa, pra pa çorape? Lejohet, nuk ka problem. Ne jep një aplikacion, okay, apo ta shkruaj këtu aplikacionin për falje. Okay. Sa është e lejuar për femna të falen me pantallona të gjan?
femra duhet falet me pardesy, jo me pantallona, ose me fustan, ose me fund, jo me pantallona. A vlen namazi im, ndërkohë që unë nuk e di kuptimin e mirë të sureve, nuk ka se lloj problemi. Po, mundohet ja mësosh kuptimin, se nuk është në filozofi e madhe ta kuptosh ato sure që po lexon. Babai më bën 2 vjet që ka ndruar jetë dhe më ka marrë shumë sa herë marrë frymën, lut Allahun ta lartësoj atë në xhenetin më të lartë. Allahu shpërblet, Zoti më mëshiroft. A bën me përdor femrat këtë selam aleikum që kam dëgjuar sa është vetëm për meshkujt? Lejohet që thuhet selam aleikum si për meshkujt edhe për femrat, stresit zero. Ata falin sabahun direkt apo të presim sepse burri thot me priti gjysore, dëgjoje burrin, oj motër. Dëgjoje burrin. Se kështu na urdhnon Islami, me ngju burrin. Burri thot, masi gjysore, ti thot pyes hoxhën, po më ka thonë burri, mbaroj historia. Është e lejueshme të hedhim pika në sy kur jemi agjim, po është e lejuar. Viti parë që falen, por jo të gjithë rregullat e di, nuk ka problem, avash. Merr këtë linkun që i çova unë dikujt tani këtu në koment, edhe përfiton nga ai linku. Selam nga Vjez Badeni, aleikum selam wa rahmatullah. Të lutem mos hezitoni të përgjigjeni në pyetjet e përsëritura, pasi shumë dëgjues kyçen vonë ose janë të rinë emisionin tuaj. Mundohemi të përgjigjemi të gjithave, po problemi është se nuk na dalin gjitha pyetjet këtu. Hoxhun në fal teravit në shtëpi, pra 4 sunet yatsie, 4 farz yatsie, 2 sunet yatsie, 4 + 4 teravit dhe namazin 3 rekat vitër. Mashallah, shumë mirë. Kur fal namaz në vend të shti, a do të thotë se prishet abdesi? Jo, kur njeriu të shti nuk prishet abdesi. Vetëm nëse pa dashi gjatë të shtimit del edhe i zë tjetër nga poshtë, atëherë prishet. Për ndryshe nuk prishet. Kam plan të udhtoj për umër me datë 4 mars, i kemi gjitha të organizuar në privat. Si mendoni ju për udhtimin në këtë kohë? Udhtoni valla se s'ka lidhje fare, udhtoni, po inshallah nuk kanë kanceluar biletat, Allahu alëtsoft. Kam parë në ëndër nënën time e cila ka ndruar jetë. Allahu e mëshiroft, bëj dua për të, pse të ka për shpirtin e saj. Ju thatë më lartë që gruaja do ta ngjoj burrin, po burri a bën ta ngjoj gruan? Po si jo, nëse ka drejt, bën që ta ngjoj. Robi Zotit është ajo, njeriu është dhe gruaja. A është në të falë namazit të lindjes diellit apo nuk këshillohet, pasi kam parë shumë që e falin. Namazi lindjes diellit nuk ekziston në Islam, por ka namaz duhaje. Pra mas lindjes diellit gjysore falet 2 rekat namaz duhaje, namazi i paradites. Djali vllajt më është sprovuar me një sëmundje. Allahu e shëroft, ja Rab. Kam kryer hatmën, a më mirë me sevap ditën e premte me apo aminin apo qysh me vepru. E ke kryer hatmën, mlidh njerëzit e familjes, boni dua, edhe mos prit të premten, po marrë punë shpejt. Në syfyr i fali 2 rekat namaz natë, Allahu të shërblet, shumë mirë apo. Selam nga Kölni i Gjermanisë. A është keq të përdoren pijet energjetike në muajt e Ramazanit? Nuk është e preferuar, me sa di unë shkencërisht, që të përdoren, s'ka lidhje me Ramazanin. A pranohet agjërimi nëse si falim teravit? S'ka lidhje, kjo është në vete. Pse nuk e bëni një aplikacion që t'jeti joti personal? Inshallah do ta bëjmë shumë shpejt. Çfarë mendoni për luftën në Irak? E kemi që po bëhet tani. E para nuk po bëhet në Irak, që është larg fare realitetit.
E rëndësishme te ky bashkëbisedim që po komunikojmë bashk, unë e kam dhënë opinionin tim në fillim të këtij bashkëbisedimi, kështu që mund të futesh mbasi të mbarojë dhe ta dëgjosh. A duhet futen në xham njerëz që mbajnë qenë? Ndoshta ka përshtypjen se duhet futen në xhami, në xham thotë. Jo po në piçikllaz. A duhet futen në xhami njerëzit që mbajnë qenë? Po çfarë lidhje ka? Në xhami duhet të shkojë çdo njeri, me qenë pa qenë, me mace pa mace. A bën për të vdekurit këndohet kulu vallahi? Nëse është prindi, gjyshi ose gjyshja, po. Ama për njerëzit e tjerë s'ka argument. Selam nga Greqia, aleikum selam. Si duhet i lutemi Allahu që të na shërojë? E para duke bërë sebepet, duke shkuar ke mjeku, duke bërë gjitha sebepet, dhe e dyta duke u lutur sa më shumë kur ti je në sejdë. E kam këmbën në allçip dhe pa agjëroja, pranohet agjërimi nga që këmbës nuk i kalon ujë, s'ka lidhje fare, nuk ka lidhje fare. Gjilani, aleikum selam. Pra bën pyetje për luftën që bëhet, i kam dhënë përgjigje në fillim fare. Kush ka kuriozitet për qëndrimin tim, le të dëgjojë bashkëbisedimin në fillim fare. Nëse i ke jep parën në kujt na borxha, duhet me thonë zeqatin për ato nëse janë të sigurta, pra borxhin e ke sikur me pas ti, pra personi shumë i besueshëm dhe i sigurt, po për ndryshe jo. Selam nga Berni, aleikum selam tullah. A mund ta ndajmë vitrin, ta falim 2 rekat tani dhe 1 rekat më vonë, po. Kur lexojmë, kur kalojmë afër varrezave, çfarë duhet themi? Assalamu alaikum ahle diyari min al-mu'minin wal muslimin wa inna insha Allahu bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Pa që përkthehen në shqip, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi ju o banorë të varrezave, prej besimtarëve dhe muslimanëve, ju jeni pararendësit tan, ne jemi pas arsit tuaj, Zoti na fal neve dhe juve. Jacia ka vetëm 2 rekat sunet pas farzit. Ai që pyeti tha 4 ka fal 4 sunet, 4 farz, 2 sunet pas. Hajr inshallah. Ai është më të mëdhëbi që thot ka 4 rekat para jacie, Zoti është përbleft. Unë nuk jam më të mendim, por nuk ka problem. Jam një motor nga Gjermania, nëna ime më ka vdek që ka një vit dhe kam shumë mërzit që se shoh kur më vjen ai momenti i përkujtimit të saj. Bëj dua për të. Selam nga Opoja, inshallah të na vish ndonjëherë për vizitë. Kam qenë në Opojë, alhamdulillah. Opoja konsiderohet edhe baza e prodhimit hafizave të Kuranit për mbar Kosovën. Allahu ju rujtë ju bekoft. Mirë, inshallah, se edhe juve mos t'ju vonojmë. Besoj se këtij bashkëbisedimi po i vjen edhe fundi. Qofshin nëse ka një pyetje që na vjen edhe në këto sekondat fundit. Allahu ju rujt, Zoti ju nderoft, Zoti ju mëshiroft. Selam thot nga Tetova. Aleikum selam wa rahmatullah. Floririn e ëndër çfarë do thot? Unë nuk komentoj ëndra. A prish agjërimin nëse kemi ilaçe për të pirë, nëse pimi ilaçe, agjërimi prishet, dhe këto ditë që si agjërojmë dot, i agjërojmë më vonë. Çfarë lutje lexohet pas namazit taravis? Nuk ka ndonjë lutje speciale të transmetuar që lexohet mbas taravis. Nëse pashtrohet në mëngjes, a duhet abdes dhe pastrojmë këmbët në çdo abdes? Padyshim që duhen larg këmbët në çdo abdes, përveç se nëse jep mes mbi çorape. Para 20 vitesh më ka ndruar djali këtu në Gjermani dhe e kemi varrosur. Mas 20 vite i shtukin varrezat, ose thonë që edhe për 20 vite me vazhdu kontratën. Po vazhdojnë kontratën edhe 20 vite tjera. Allahu lehtësoft. Amin edhe juve. A mundesh më na tregu 11 rekate taravisi falen pas sunetit yacis 2 8 dhe vitri 3 11. Unë vi në 6 sabahut tek shtëpia prej pune, këtu ku jetoj në Gjermani. Lindja e diellit është në 7-9 minuta. A bën më njëherë mbas syfyrit me fal sabahun? Po kur është syfyri? Ose di kur është syfyri? Se në 6 mund të ketë kaluar syfyri ose mund të jesh më në kohë syfyrit.
që nuk është pyetje e qartë. A mund të thirret ezani pa abdes? Po. Ezani mund të thirret pa abdes, nuk është ndër kushtet e ezanit që muezini të ketë abdes kur thret ezanin. Selam nga Italia. Nëse ne lexojmë Kur'an për prindërit tanë me niyetin që sevapet e shpërblimit të shkojë aty, ju shkon. Ju shkon sevapet e shpërblimit. Nuk mundem të marr abdes sepse më bën dëm uji. Mund të marrësh tejemum derisa të shërohesh. Selam nga Londra, aleikum selam. Nga Gjermania, zeqati a paguhet vetëm fillim vitit apo edhe parat e investimit? Duhet të dia jemi të obliguar vetëm për parat të gatshme. Parat që i ka zënë viti duhet t'japim zeqatin. Parat e investuara, derisa mbaroj projekti, nuk i obliguar me dhënë zeqat. A kemi mëkat nëse refuzojmë udhimin të cilin kemi praktikuar në këto ditë për shkak të problemeve me Iranin? Nuk ke mëkat, jo. Njeriu bën llogari, i del llogaria që me bë udhimin e bën, nuk i del llogaria, nuk e bën. Amin edhe ju nga gjyshja e Gerit, Allahu të ruaj ty edhe Gerin, edhe babën e Gerit edhe çdo që ke në zemër. A bëhen ta themi të jatin shqip pas janë fillestar në namaz? Jo, mos e këno fare, kur ta mësojsh e thu. Njeriu në hall kërkon di nga njeriu, sidomos për mendimin e hoxhit që koment nuk e kam ëndër, por këtë video si lëviz mbulesa ku flej dhe më mbulon o hoxh, kam 3 fëmijë, s'kam nevojë për mjek se fëmijët e vegjël rrisë sytë e ballet, por nuk kuptoj, se kuptova pyetjen. Vallahi bilaj nuk e kuptova pyetjen. Por kam video si lëviz mbulesa. Lëviza, thot lëviz mbulesa që mbulon fëmijët. Po knohu motor, merri fëmijët edhe knohuni, ke i hoxh. Tani kuptova pyetjen. Me më falë thot hoxh, në 5:24 kryes së fyri, varë se ku jeton o shpirti o zemra ime, varë se ku jeton. Po e diun ku jeton ti që t'jap menim. Marrja e supozave diklofen. Çan supozat, se ti merr vesh kosovarçe. Diklofen është sikur këtë s'u paracetamol. Kështu nga goja apo nga poshtë? Nga goja. Supoza. Por diklofen është nga goja, po supoza nuk e di. Po për supozën ti thu stresi. Thot, a e prish agjërimin marrja supozave diklofen? Diklofen është i kokën. Po si vjen supoz? Mos ta përkthen ChatGPT është, do të thonë. Unë kam një qenë, nëse e pastroj vendin ku do falem, a e prish namazin. Nëse mani qenë në shtëpi o njerëz, nxjerrini jashtë shtëpie. A mund t'jap sadaka për gjyshin tim? Ip sadaka për gjyshin tat, nuk ka asnjë problemi. A ka dallim nëse falim vetëm farzin pas sunetet? Ka dallim. Je në shkallë më të ulët se sa që i fal farzat e sunetet, ajo është shkallë më të lartë tek Zoti i gjithësisë. Wallahi rrit. Unë filloj punën 6 për mbas imsakut, e fal edhe sabahin, a e në rregull? Sabahu nuk ka thirr akoma. O njerëz, nëse maron imsaku, le të themi në orën 5:30, edhe në 6 ti fal sabahun, je në rregull. Ku e di unë, nuk e di situatën. Selam nga Kreta, selam. A e kuptove, a gjetë
Suppose, po ma që kështë supozon. Supozon, pa suppose. Supozon. I po thot, e zem si ku po marim diklofen, ana prishet. Po. E zem. Nëse e merr nga goja, prishet. Kur falemi do të thrasim e zanën dhe i kametin, po e zanën dhe i kametin. Në Mekë thot si falin teravit i falin 10 rekate dhe bëjnë khatme, pra një xhuz 20 faqe në 10 rekate. A kanë numëruar shenjat e vogla të kiametit? Jo akoma. Suposto thot njoni. Suposto. Suppost me se. Atëherë supostot e diklofeni që na është bërë pyetja lart nuk e prishin agjërimin. Pra nëse janë suposto që merren nga poshtë nuk e prishin agjërimin. Nëse marrim abdes në mëngjes, a mund të japim mes mbi çorape? Po, nëse i kemi vesh me abdes. Cilën dua duhet themi kur falim namaz yacis? Nuk ka një dua speciale. Nga poshtë po thonë gjithë komentatorët. Se suppose me se këmbane, me se këmbane. Okej, morë përgjigjen o vlla, sqarum tani, e morëm vesh që është nga poshtë. Okej. A lejo ta mbyllim syfyrin para orarët? Lejohet, nuk ka asnjë problemi. Ana lejohet dhe pranohet namazi 20 minuta mbas imsakut? Absolutisht je okej. Selam dhe përshëndetje nga Jacksonville, Florida, alaykum selam. Në tetov namaz sabat falet 20 minuta pas imsakut, është në rregull? Në rregull është. A lejohet me prish agjërimin nëse je udhëtar dhe udhëton më shumë se 80 km? Lejohet. Dje bëra dhafe me kunatën, llafe ka për qëllim, është zi. A më shprish Ramazanin? Nuk është prish inshallah. Po silluni mirë me njëra tjetrën. Bëjnë halal njëra tjetrën. Spek për hasme me përdor, a prishet ç'është spek për hasme? Speak për hasme. Kjo pompa e hasmës, e astmës, aman më po shkruani mirë. Shkruani mirë se në habitët. Nuk e prish. Burri nga vdek për 2 vite, çdo javë më ka menduar ndroj aman. Shit çfarë thotë jo. Ka vdek burri nga 2 vjet. Dhe i mbuloi fëmijët në darkët dhe mbulesa lëviz. A mos është burri ky që e lëviz? Jo mërja, o burri është në botë tjetër. Nuk ka lidhje. Knohuni tek një hoxh. Grata e thrasin i kametin? Po, e thrasin. A falen teravit në shtëpi? Falen, kur s'ke mundësi shkon në xhami, falen, nuk ka problem. Nëse i fillestar dhe bën gabim namaz, nuk ka asnjë problemi. A lejohet me uru fytyrën? Ç'është uru? Me kuru. Ndoshta me bë me ilaçe. Se di çfarë do thotë kjo pyetja jote, Allahu ta lehtësoft. Kam vajzën 12 vjeç dhe apo gjeron, ka rasti që e mban deri në 12 drekës, ka rasti që e mban deri në fund. Hajr inshallah. Selam nga Kanada, selam. A e më prish sorej për hasma, brohitis? Po shkruajmë më burr mirë, thoya e prish pompa e astmës, nuk e prish. Kur dëgjoj surën nga Kurani, nga interneti më mbushën syt me lot dhe më hapet goja. Hajr, inshallah nuk ka problem. Gjë e mirë është. Ju lutem thot surën Ar-Rahman edhe ajetin kursit na e komentoni. Më thoni bjerë me net live deri në akşam. Alhamdulillah. Çfarë mendimi keni për Rahmetliun Hoxhën Jakub Asibi? Allah më shëroft. Ai e ka marr titullin dhe emrin Hoxha dhe dietari i Ballkanit. Allahu na bashkoft me të në xhenet.
a lejohet me agjëru për prindrit, po për veten tate, se nëse ti agjëron Ramazanin për prindrit, po për veten tate, ju lutem shumë, kur boni pyetje, logjikën ta përdorni. Pra ne me të vërtet po agjërojmë, po nuk do thotë se agjëron arsyeja. Arsyeja duhet të jetë në punë. Ti me agjëru për prindrit, po për veten tate. Subhanallah, subhanallah. Vallai, jeni të çuditshëm, pasha Zotin. Jeni të paparë për Zotin. Nëse nuk e dim duan e vitrit, nuk ka asnjë problemi. Kam gjyna që ndonjëherë bëj presion burrit që të fali namaz, s'ke gjyna, boj, nuk ka problem. Atëherë ne si grup do të bëhemi gati tani të ndalim për të vizituar Kuban dhe Uhudin, kështu që ju du fort gjithëve, edhe po mjaftohemi me kaq inshallah taala. Zoti ju shpërbleft. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.